telefon. Të fshihen. Domethënë, për secilës paktën prej këtyre 3 partive kryesore të reja, për 100 arsye, për arsye financiare, por edhe për arsye imazhi, për arsye leadershipi etj. Domethënë nuk ja kanë dalë dot që të tërheqin mjaftueshëm kapacitete, edhe për shkak jo thjesht për fajin e tyre, edhe për shkak të mosbesimit që kanë njerëzit ndaj nismave politike, ndaj idesë partisë së re, etj. Kështu që sfidat janë shumë të mëdha, nga ana tjetër duket se protesta me shumë gjasa nuk do të arrit prodhoj dot një lloj nisme politike të përshtatshme, pavarësisht se energjia opozitare ka plot aty, dhe është gjitha energji bruto politike, por jo domosdoshmërisht që do të rezultonte në një parti, aq më tepër në një parti, se mund dalin edhe disa, po është më kollaj që dalin 10 parti aty se sa një e vetme, për gjithë arsyet që tham. Nga ana tjetër, ka diçka pastaj që në gjithë këto muajt e ardhshëm, 2-3 muajt e ardhshëm, skenat politike dhe dhënat rrethana politike do ndryshojnë me shpejtësi të madhe, mendoj unë. Dhe për këtë është merita protestës. Është një katalizator jashtëzakonisht i fuqishëm, i cili do të bëjë në fakt që ujërat të turbullohen, dhe kur të rivendosen gjërat, pastaj do të shohim një panoramë tjetër. Me shumë gjasa, pas një viti, 2 vjetësh, shumë nga gjërat që ne i shohim tani, ose nga rrethanat që ne i konstatojmë tani, nuk do të ekzistojnë pas asaj periudhe. Zëran Zarko? Shkoni, disa konsiderata përmbyllëse për temat që u hodhën tani në momentin e fundit, Bledi me drejtë e vuri tekstin tek prognoza ekonomike. Perspektiva e një krize është reale në momentin kur mund të jetë goditur, Rama ka interesin e vetë për ta egzageruar atë ndikimin në turizëm, por unë mendoj që pjesërisht mund të ketë pat ndikim në uljen po themi vizitorëve edhe për pasojë tek të ardhurat që shteti mbledh nga turizmi. Mendoj që mund të ketë ndrydhje dhe në atë që ka qenë një aktivitet financues i punës qeverisë, janë lejet e ndërtimit, apo jo, duhet të ketë rënje të tyre dhe qeveria financon në një farë mënyrë nëpërmjet atyre asaj taksës 9% që është për Tiranën edhe më pak financon buxhetin e shtetit. Pra perspektiva e krizës është reale, por një moment tjetër që për cilin po fliste Ermali është reflektimi për skenarët që do të sillte politikisht apo partiakisht apo në perspektiva e 2 viteve të ardhshme. Perspektiva e 2 viteve të ardhshme. Dhe për këtë duhet vetëm që të ulemi nga kalit, shikojmë këto lulet, po dhe shikojmë edhe çfarë ndodh tek ajo, çfarë do ndodhi te fushat tjetër për te lule. Domethënë, çfarë do ndodhi në vitet e ardhshme, si shtat me të drejtë. Mendoj që brenda protestës, cilën partitë e opozitës po përpiqen ta vendosin nën kontroll, duke i dhënë shpeshherë dhe karakterin metodave të protestës, ta zënë metodat e ngacmimit të deputetëve me vezë dhe këto. Unë mendoj që janë të besueshme ato zërat që në këtë ndryshim teknologjik janë këto partitë e vogla që kanë edhe lidhje me Kosovën, teknologjia e protestave ngjanë asaj vetë vendosës, po edhe vetë Partia Demokratike mund të ketë gisht. Inxhinieria e opozitës thoni. Po, është teknologji tipike, domethënë, edhe këtyre partive të majta, po edhe PD-ja që ndihet e përjashtuar, tenton që të ketë ndikim në protestë. Së dyti, është lufta për të majta, për trashëgiminë e së-majtë. Kjo është një Partia Socialiste edhe për shkak të trashëgimisë popullore apo se djatët kanë ikur, apo se çfarë, është parti e shpallur si e majtë, pavarësisht se e ka tradhtuar shtresat e varfra. Dhe çfarë po ndodh? Unë mendoj që domethënë edhe për shkak të pranisë madhe të të rinjve, të cilët janë përgjithsisht majtë, edhe për shkak të ndikimit ideologjik, edhe si model të vetëvendosjes edhe të Kurtit nëpërmjet militantëve të vet, atyre ideologëve të vet që janë aty, prap e majta ngjan tërheqëse. Qorri po tenton të rezonojë dhe kam frikë që kjo përpjekje për të prodhuar diçka politike, partijake, tjerë mund të sjellë një monstrum të ri të majt. Domethënë kjo është një frika ime, po e elaboroj këtë, mund ta elaborojmë edhe herë tjetër. Dhe ka një jashmëri me skenarin bullgar. Cili është skenari bullgar? Pas një periudhë gjatë pa qeverisshmërie, protestash të gjata këto 6 muajt e fundit,
6 muajt e fundit para marsit, domethënë kur u bë qeveria e re, kush përfitoi? Kush u bë kreu i asaj fryme për ndryshim? Bëjnë general i forcave ajrore, që kishte qenë komunist 85 me 90, Rumen Radevi, që ishte presidenti. Pra e kapitalizoi. Pra, këto janë ato, si thush, skenarët e mundshëm, në cilën protesta me gjithë atë që bjem dakord, do të thënë që është lajmi më i mirë që i ka ndodhur Shqipërisë në 35 vjet e fundit, që ka futur në mendime klasën tonë politike që mund të afshijë atë nga themelet, megjithatë ka rreziqe se ku do të shkojë. Do të kemi se mirë të majtën, dakord, po çfarë majtë? Se majtë pro-perëndimore, anti-perëndimore, majtë radikale. Edhe ky është një problem. Dhe prandaj përmenda dhe paralelet me Bullgarinë. Se Bullgaria pati protestë tillë kaq gjatë. Pas pa qeverisshmërisë, pa qeverive teknike etj. Protestës 6 mujore për futjen e eurot. Dhe kush e kapitalizoi, kush e udhëhoqi? Fund qeveria e presidentit, i cili as mendojnë përpara që do bënte bilaj la presidencë, la mandatin e dytë. Pra, këto janë disa pikpyetje që mendoj që edhe po i hodhëm tani në fillim të emisionit, do kemi kohë të elaborojmë në emisionet të tjera do. Jo, vetëm më kujtua një patur. Në përfundim jemi që nga 38 deri sot vetëm analizojmë majtën e djathtë, majtën liberale, majtën se ky është fati i Shqipërisë. E ngacmova Ermani. Jo, në tërësi, ideologis djathtë. Po jo, ishte liberale, majta e djathtë quhet ajo, kështu që në rregull. Por në fakt, e para edhe në këtë këndvështrim perspektiv, një nga gjërat që ka ndodhur me këtë protestë është protesta e parë ku nuk ka as flamur amerikan as flamur BE-s. Po nuk ka retorik kundër BE-s dhe kundër SBA-s, do në shpreh amerikane. Meta e ngritë flamurin amerikane. Është pro-amerikane, pro-europiane, po është duke ruajtur identitetin tonë. Ky është dallimi i madh, ngrihet flamuri shqiptar. Çfarë do të thotë? Po krijohet një brezëri e cili nuk e shikon me slogan, nuk ushqet me slogane, nuk ushqet me delegacione, nuk ushqet me vizita dhe fotografi, po kërkon gjëra konkrete, kërkon respekt, kërkon dinjitet, kërkon të llogaritet njeriu etj. Sovranist pozitiv. Dhe mund të na ul gjëra në sondazhe, po unë personalisht jam shumë pozitive. Sepse kjo shoqëri duhet diskutoj për fatin e vet, për mundësitë e veta, kapacitetet e veta, detyrimet e veta, jo vetëm për privilegjet e veta në kuadrin e integrimit evropian, gjë që s'ka ndodhur deri sot. Sovraniste nuk është ai sepse kemi pasur raste që për shembull për një eurodeputetëve, pavarësisht majtë apo djathtë, është mirë pritur, pra është shitur si një interventja ndaj investimit. Është quajtur si element. Unë shoh një gjë se më pëlqen shumë kjo pyetje, çfarë do të bëjnë këto dy partitë. Unë mendoj që ai që kanë parë tani nga protesta është që protesta nuk do ta shkatërrojë institucionin politik në Shqipëri siç është ndërtuar deri tani. Unë kam parë tillë. Pra askush nuk është i pranuar, pa askush nuk është i përjashtuar. Pra, mund po tisha si në Partinë Socialiste, në Partinë Demokratike, do mendoja të ridimensionoja vetveten. Totalisht. Të rishpike veten. Të rishpike veten me element të ri, pa e humbur partinë. Pra Partia Demokratike, po them kot, me që është ajo e parë. Ata thotë zoti Rama dhe zoti Berisha se duan të bëjnë, po. Kur s'ke do të një moralin dhe dy do të ke rishpikur veten disa herë, është e vështirë ta rishpikësh për të fundit. Do të rishpikesh veten në çdo drejtim. Edhe në drejtim. Edhe në drejtim. Jo në çdo drejtim, po edhe në drejtim. Pra do të gjesh një mekanizëm, dakord, nga pika 2 pas. Okej. Po, patjetër. Prandaj ishim nga pika 2 pas. Se vetëm një fjalë. Se të zbresim nga kali të shohim lulet zoti Nazako. Jo, vetëm një fjalë është që se nisëm emisionin me atë që por kjo PD-ja që po e ndihmon ta legjitimoj PS-n, Ramën domethënë, do ta trajtonin më mirë. Ky ishte them faktarove, po ja thënë edhe po ja thënë Vengu, do kupton, do ta ndihmoj, ata po e legjitimojnë. Imagjino sikur tërhiqet PD-ja nga parlamenti se çfarë ndodh. Po për ballturmës, po kullat ja kanë dhënë. Vetë detyrë për sesionin e ardhshëm. Zoti Gazdini që falenderoj shumë. Zoti Nazarko, shumë faleminderit, zoti Asimi, shumë faleminderit, zoti Koka, shumë faleminderit. Ndërsa shikues, jemi në fund programit, bashkë do shihemi mbrëmjen e nesërme. Nga ora 8 dhe mirë takofshim.